Laudi dhe falëndërimi është për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë, bind që mësoj Zoti vetëm që meriton adhurim. Salavat dhe selamet e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilin e besojmë se është pejgamberi i fundit edhe mëshira e mbar gjithësisë. Allah na këshillon Kur'an me fjalën e tij, ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin ashtu si meriton ai, dhe asesi mos vdesni ndryshe vetë se me iman. Të nderuar vëllezër, duke lexuar Kur'anin, i gjojmë se si njerëzit që s'kan besu edhe s'kan adhuru Zotin, masi të vdesin, qoftë në varr, qoftë në ditën e Kiametit, apo në xhehenam, Allah na ruaj, i kanë 7 ëndra. 7 ëndra të përmendura në Kur'an, ndoshta ka mënyrë indirekte edhe tjera, por ato që i kam nxjerrur janë 7. E pse po i përmendim këto? Për arsye se gjitha janë të mundshme në këtë botë. Të mundshme janë. Ai që ka mundësinë mund i mrin, që ato ëndra mi bë realitet për vete. Mas vdekjes nuk mundet më mi bë realitet. Edhe vetëm thjesht i ëndron, edhe thot, i mjeri unë sikur. Ja lejteni. Ti përmendim që të marrim mësim, të mos jemi prej tyre në ditë Kiametit ose në botën tjetër. E para thot, ja lejteni kuntu turaba. Në ditë Kiametit, kur të gjykohen njerëzit, edhe të përcaktohen jo besimtarët me hyn xhehenam, Allah na ruaj, Allahu xhaleshanuhu kafshet të cilat i nxjerr aty për me marr hak edhe ndaj njerëzve, edhe ndaj njëra tjetrës, atë urdhnon me i shndru në pluhur dhej, edhe dhej, domethënë mi zhduk. Tjetra mase të hyn besimtarin në xhenet, ka mundësi prej Allahut me lyp mi a kriju kafshën e vetë që e ka dasht, ka dikush që e ka dasht një kafshë të vetën shumë, Allahu ja mundson. Ama në ditë Kiametit ato zhdukën bahen pluhun e hin. Jo besimtarët e thojnë një fjalë, të mirët na, të ishmi bë dhe na pluhur e hin. Ma shumë i japim përparësi me u zhduk, se sa me shku në xhehenam. Kjo është e para. Kjo në surën Nebe, ajeti numër 40 apo 40. E dyta radhitje, ja lejteni qaddamtu li hayati. Në momentin që e shes se është garantu për xhehenam, edhe ka humbur të gjitha shancat, edhe libri është dhënë në krahun e majt ose mas shpine, thot, i mjeri unë, sa i pafat që jam, sikur të kisha punu sa kam qenë gjallë. Kisha punu sa kam qenë gjallë, kjo në surën Fajr, ajeti 24. E ta shkëm e bo puna sa je gjallë. Se vjen momenti që e kemi përmen, edhe po e këshilloj vetën edhe juve, njerëzit që ju kanë vdekë nga familjarët e juj, ju kanë mbyll libri, kapitulli, ata presin edhe sevapin më të vogël, centin më të vogël me dhënë sadak për ta. Mos u bëni koprac, mos i harrani të partë e juj, aman sa të mundeni, sepse ata lypin me u kthy për është e pa mundur. E treta, ja lejteni lem attakhidh fulanan Surja Furkan, ajeti 23, i mjeri unë, mos ta kisha marr filanin për shok. Çaj filani që o bon sebeb me qenë në xhehenam, e ka bon shok, ai e ka deviju në ashta o kon fetar, edhe në ashta se kon fetar, po ka mujtë mu shëshru me dikën tjetër, mu bojnë devatëshem. Ai që ka bon, ka zgjedhë një shok jo të mirë. Khalil i thot ati shokut që e da njeri me shpirt, që ja beson çdo sen ati. Që është Khalil. Prandaj Ibrahimi a.s. është Khalilullah, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është Khalilullah, të dashurit, dostat. Edhe ata po tham shokët, normal në kuptimin sa meriton në robi me Zotin, ata dy kanë zgjedhë domon me qenë shokët Allahut, apo Allahu ka zgjedhë që me i pas të afër me të vet, mos me pas shok tjetër. Thot pejgamberi sikur të kisha zgjedhë Khalil dikon prej njerëzve, e kisha zgjedhë Abu Bekrin. E ka pas shok për jo të ati nivele, se e ka zgjedhë Zotin. E tash, keni kujdes ku ja beson çdo sen. Kush ta orienton ty fen tane. E kam përmend dhe po e përmendi. Prap po them të djemtëri si e përmenda më herët. Kujdes ku ja besoni fen e juj. Kënë jeni të pasu verbërisht, ai i cili ka argumentin, apo ai i cili verbërisht të bën këto bën ato, edhe të lejon ty me shkel ndrasat kalta ose vetë që ndrasat kalta. Nuk bën, se vjen dita që i bish pishman që ke marrë për shok,
të shpirtit dikon I cili nuk e ka meritu. E dini ju se Iblisi, kena majtë dersin atë hutbën që ka me majtë në xhehenem, ka më thonë njerëzve, a ju kum detyru? Jo. Pse më keni marrë mu për mësus, për udhëhec? Hajde tash në xhehenem bashkë me mu. Kujdes kënë merr shok, sepse shoku I keq të bën si vetja vet dhe dini pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë njeriu është në fenë e shokit vet. Prandaj njerëzit kanë thonë trego me kanë rën, të tregoj kushje, s'ka nevojë me ditë kushje. Këshyre me kanë përrin filani fiseki me 3-4 vet, 5 vet, non stop. E shek kush është, se nuk mundet me najt me dikon që nuk e dën, që nuk I ka ide të njëjta. Zakonisht njerëzit rrinë me ata që përshtatën në mentalitet. E katërta thot ja lejteni kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima. Ajeti surës Nisa 73. Sikur të kisha qenë me ata, me besimtarët, edhe të fitoja fitoren e madhe. Cila fitoria e madhe? Në ditën e Kiametit Allahu xhaleshanu kur ti shpërblen besimtarët, edhe të I dënon apo të jep dënimin e merituar jo besimtarëve, këta jo besimtarë të cilët kanë jetu, kanë pas mundësi mu shoqëru me muslimanë, por kanë zgjedhë mos mu kanë në radhët e tyne, kanë me thonë, të mjerët na, sikur të shoqërohemi me ta, edhe të përfitojmë edhe na, përfitime të mëdha, dhe më thonë nga shpëtimi I botës tjetër. E pesta dhe e parafundit surja Furqan ajeti 27, ja lejteni ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Sikur I njeriu të kisha ndjek rrugën e pejgamberit. Të nderuar vëllezër, sa do më konë një njeri I mençëm në botë, I ditur, I arritur, I mrim, kush do koft? Askush nuk mund më krahasu me Muhamedit alayhi salatu wassalam, sepse ai është më I dashuri I Allahut, është vula profetëve, I fundit nga të gjithë, mëshira gjithësisë, ai I cili ka thonë Allah për të në Kur'an nuk ka fol nga hamendja, do të thonë çka ka bën pejgamberi, çka ka fol pejgamberi nuk ka qenë thjesht nga mendja e tij. Shpallje e Zotit. Do të thonë, të pëlqej, ato Zoti e ka zgjedhur për më kon çdo fjalë, edhe veprimi I tij miratim, edhe orientim nga Allahu apo shpallje nga Zoti. Kush e merr pejgamberin alayhi salatu wasalam apo rrugën e pejgamberit për udhëzim nuk ka mundësi me deviju. Prandaj, çdo që sillet puna, mos mendo se një miliarder, një fotomodel, një person I caktuar mundet me mri ma shumë se Muhamedi alayhi salatu wasalam që ti me marrë shembulltyr. Ti mundesh mu habit me ta, mundet me të pëlqyj ideologjia e tij, veshja e tij, pamja, stili etj. Kret. Po me kalimin e kohës ki me marrë vesh se I vetmi udhëzim I pavdekshëm deri në Kiamet është udhëzimi I Allahut përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ju e dini se sa njerëz janë kanë gjendë me dhënë jetën për individ. Kur ka dalë Marksi, Lenini, ku e di çka edhe të tjerë që s'du t'i përmendi, mos jap ngjyra caktuar kësaj hutbe, njerëzit kanë dalë meç. Njerëzit sa rasti ka pas njerëz që ja kanë thyr durt, ja kanë thyr brinte, ja kanë thyr trupin, ja kanë thyr kryt për njerëz caktuar. Se ka pas I dalë edhe kanë gjendje me dek për ta. Pastaj kanë rënë pishman me kalimin e kohës. Çfarë themi neve? Nëse dikon duhet me marr udhërrëfys. Më thonë, atëherë merr pejgamberin alayhi salatu wasalam se në ditë Kiametit pas ka me thonë njeriu, njeriu sikur të kisha marr për rrugë tame, rrugën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E parafundit surja Ahzab ajeti 66, ja lejtena ata'na Allah wa ata'na rasula. Grupe këtu kanë me thonë, disa besimtar, të mirët na, sikur ta adhuronim Allahun dhe ta ngonim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra, me adhuru Allahun dhe me ngu pejgamberin, jo me adhuru pejgamberin. Pejgamberi nuk adhurohet sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi ngohet, respektohet, duhet me dash, jo me adhuru. I vetmi që meriton adhurimin është Allahu. As melaçet nuk adhurohen. As Xhebraili alayhis salam, as evliaja, as hoxha, as baba, as nana. Respekt po, jo adhurim. Prandaj kanë me thonë sikur ta adhuronim Allahun dhe ta dëgjonim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe fundit fjala e tyre thot ja lejtena nuraddu wala nukadhdhib bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin. Ajeti surës An'am 27 me radh, sikur të mjerët ne, sikur të ktheheshmi në këtë botë edhe një herë, të mos përgënjeshtronim ajetet e Zotit përkundrazi
ti besonim atyre. Kjo është e pamundur më kthyeja në botë kur ta sheh botën, kur ta sheh të vërtetën. E sheh, njeri kur ta sheh melaçin në momentin e vdekjes, keni pa ju edhe filmime që folën me melaçin, ka njerëz, ka që bëjnë me dorë, ka që dojnë me ik. Keni pa në për filmime. Ati i qelet, thot transmetimet, i qelet perdja. Edhe fillon me besut pa dukshmen, se i bon të dukshme. E shet të vërtetën se ka Zot, ka melaçe, ka botë tjetër, ka jetë varrezave, ka jetë ditës gjykimit. Që atëra i thot, sikur mos ti kisha përgënjeshtu argumentet e Zotit. Ama na çka themi, një prej 6 kushteve të imanit është me besu të fshehtën. Ku dallohet një musliman për një muslimani? Se e beson Zotin pa pa. E beson ditën e Kiametit pa pa. Po unë po du mi pa, ku ti shohësh ti ma nuk je besimtar, se ti paraqiti fakti që ky që është dru, ti je i dorëzuar. Se nëse thu jo s'është që ky ekziston, atë çfarë themi ne? Allahit në moft. Shkote na i hoxh me të fry. Ku ta beson Allahun pa pa, pse? Sepse ka çast mjaftueshëm fakte, si në natyrë, si në trup njerit, si në gjithësi, si në Kur'an, që ti mu mjaftu. E tash, kur të lypti me pa Zotin, edhe me laçet, bëhet vonë ma. Prandaj ulemaja apo pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, pranohet pendimi derisa s'ka lind dielli nga perëndimi para Kiametit, edhe derisa s'ka mri shtirti në gropën e fytit. Një këshill po ja vllazni, por juve nuk vlen kjo për ata që s'janë xhami e që kanë meni përmes internetit. Keni kujdes njerëzit të cilët diagnostifikohen me kancer. Kjo është një sprovë të cilën gjithë secilin për neve mundet me e kap. Na alhamdulillah jemi besimtar, pa u konsumut na e kanë besu Zotin. Ka ulema të cilët e kanë pikpyetje, a i pranohet pendimi njerit i cili e ka kap kancer edhe din ma që s'ka ku me shku, kthehet te Zoti. Mos e bëni punën ndeq aty. Edhe pse na themi më saktë se me izin të Allahut i pranohet pendimi. Se hala s'ka ardhur shpirti në grop fytit, sepse ka mundësi, ka raste kur njerëzit shërohen prej kancerit. Prandaj themi i pranohet me lejet Allahut. A me ardhur në grop fytit do më thonë mi pa me laçet. Opa, u kryma. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe nëse mund me thonë u kryma. Kanë thonë dietarët, vjen momenti kur të mshilën syt për me të qelë për një me. E çatër është vonë me thonë, sikur të kisha besu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mos të kisha përgënjeshtru. Kemi thonë çka? Beso sa të mundesh. Hajgare mos bën me fe. Hajgare me Zot mos bën. Lutja Allahut që të na bëj për atyre që në këtë botë i praktikojmë çeto, mos më pas nevojë në botën tjetër me e bën këtë lutje. O Zot na fal, na përmirëson, na udhëzon rrugën e drejtë. Ti i vetmi falës, tek i cili neve shpresojmë. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.